أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për detyrën dhe obligimin që ka qytetari musliman për të ndëgjuar dhe për t'u bindur pushtetarit musliman kur ai e urdhëron në vepra të mira. Dhe në momentin që ai e urdhëron në mëkat, atëherë qytetari musliman as duhet ta ndëgjon e as t'i bindet atij. Jemi në hadithin e tretë në këtë kapitull, hadithin 665 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma qal: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية رواه مسلم. Thot Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhuma, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Kush e prish beslidhjen e tij në respektin e të parit musliman, vjen në ditën e Kiametit duke takuar Allahun pa argument. Dhe kush vdes dhe në qafën e tij nuk ka beslidhje, ai njeri vdes me vdekje të gjahiljetit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Në transmetimin tjetër, gjithashtu që e sjell Imam Muslimi në Sahihun e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kush vdes duke u largu nga komuniteti musliman, a njeri vdes me vdekje të gjahiljetit. E sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala dhe këtë hadith për me tregue natyrën e pushtetit islam. Edhe siç e kemi përmendur edhe në fillimin e këtij kapitullit, këto argumente fetare tregojnë e përsinë dhe përparsinë e sistemit politik islam, i cili 14 shekuj përpara i ka ndërtu këto raporte dhe i ka caktuar këto detyra, që në atë kohë s'ka pas përcaktime në raportet mes popullit thjesht dhe sundimtarëve të tyre, që kanë qenë zakonisht mbretër apo princër. Ata kanë qeveris dhe kanë udhëheq si pas dëshires dhe vullnetit të tyre, pa pas populli asi të drejt karshi tyre. Ama vjen Islami dhe i jep këto udhëzime dhe këto rregulla, të cilat kanë qenë pioner në atë kohë. Po besa kanë mbet akoma në përsi edhe tani në këtë shekullin e 15 hijretit apo 21 sipas lindjes së Isaut alayhis salam. Dhe ky hadith të cilin e sjell Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu
tregon se çdo kund ku ka një grumbull të besimtarëve musliman, ata duhet ta kenë një të parë. Dhe i pari i tyre duhet t'i udhëheq muslimanët me atë që na mëson Kur'ani fisnik dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj besimtarët musliman duhet të ndërtojnë raportin e tyre me të në bazë të një beslidhjeje, që në gjuhën arabe quhet bej'a, ku besimtari i jep besën pushtetarit musliman se ka me ndëgju dhe ka me ju nënshtru atij në urdhat dhe ndalesat e tija. Dhe se këtë beslidhje që nga momenti kur ja jep të parit vet, i rin besnik dhe nuk e dëmton, nuk e shem, nuk e prish derisa të zgjat. Dhe andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e prish beslidhjen e tij, ose nëse përkthejmë tekstualisht, kush e tërhek dorën e tij nga beslidhja. Se zakonisht edhe në gjuhën shqipe, po edhe në gjuhën arabe, bej'a e ka kuptimin me ashtri dorën, edhe mi thonë, on të jap besën e Zotit, se ka me të ndëgju dhe ka me të nështru në ty, sa s'jem gjau. E kur e zgjat dorën, e jep beslidhjen. E kur e tërhek dorën, do thot, e tërhek besën tonë që ka dhonë ati. Andaj erdhë në hadith, kush e tërhek dorën e ti nga nështrimi ka shi pushtetarit musliman, e takon Allahun ditën e kiametit pa argument. Do të nuk ki argument për të shfajsu para Zotit. Edhe shifni subhanallah logjikën e shariatit islam në edukimin e shoqërisë, realisht edukimin e individit musliman. Se si e ndërton shoqërinë dhe e përgatit atë që tjetë e udhëhequr nga një pushtet edhe nga një i pari i cili e harmonizon këtë atë strukturë të njerëzve dhe e shfrytëzon këtë ato kapacitete, resurse njerëzore për me zhvillu shtetin drejt një qëllimi dhe drejt një objektive. Du me përmend edhe njerë këtë fakt për me kuptu se sot ndoshta dikush prej neve e ka shumë letë me kuptue se si ndërtohet raporti mes qytetarit dhe pushtetarit, ama 15 shekuj përpara, me të vërtet kjo tregon largpamësinë e mësimeve të islamit, që detyrimisht të gjithë neve duhet me na bo krenar edhe sot e kësaj dite, dhe asnjëherë mos me leju që dikush me na ushqy kompleksin e inferioritetit, dhe me mendu se shariati islam është i padobishëm edhe i panevojshëm këtë kohë. Se është një ligj që ka qenë i rëndësishëm ndoshta para 15 shekujve, ama sot bota ka ecë përpara dhe s'ka nevojë për atë sistem politik, për atë ligj. Ne themi përkundrazi. Ajo që ka qenë ajo që ka qenë që i ka pri proceseve të ndërtimit të shteteve në atë kohë, është shumë aktual edhe në këtë kohë. Dhe se njerëzimi përgjithësi dhe muslimanët veçanti nuk kanë mundësi me ecë përpara në momentin që e lën pas shpine shariatin e Allahut të xhelal. Përkundrazi, edhe bota në përgjithësi, edhe muslimanët veçanti kanë me ecë përpara atëherë kur kanë me përmbajtur këtyre rregullave të shariatit islam. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë, dhe kush vdes dhe nuk është pjesë e atij komuniteti që raportin e vet me të parin e vet e ka ndërtuar në bazë të kësaj beslidhjeje, wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'a, e kush vdes e s'ka në qafën e tij beslidhje,
nuk e ka lidh veten e tij për një sundimtar, për një pushtetar musliman, mate mejteten gjahilije, vdes me një vdekje gjahilijetit. Pse vdes vdekje gjahilijetit? Sepse para islamit s'ka pas kësi raporte politike mes qytetarit dhe pushtetarit musliman. Sikur se përmendëm, një njeri i fuqishëm, i vendost, me vullnet të fort, i kam mbledh edhe 3-4 veta, 5 veta, 10 veta me vete që janë një të fort, fuqishëm, edhe e ka shpall vetën komandant, e ka shpall vetën princ, e ka shpall vetën mret, dhe ka fillu me a imponu pushtetin e vetë njerëzve. Ka qenë më një fshat, i ka bo 5 fshata, e ka morë një qytet, i ka bo 5 qytete, e ka morë një zonë, i ka bo 5 zona, të e zgjaru pushtetin e vetë, ju ka shtu ati mbretnia. Dhe a i ka sundu e poplin që ka jetu në atë vend, si pas qefit vetë, dhe si pas tekeve të tia. S'ka pas as liq, as regull, as sistem, edhe normalisht njerëzit janë bitë për shkak se ai ka fuqinë. Edhe përmes argumentit të fuqisë e ka imponu autoritetin e vet. Derisa vjen Islami, kjo në xahiliet, edhe njerëzit ku i nështrohen, ku rebelohen, secili me takatin e vet. Andaj se ka fillu ky i pari me 5-6 veta që ka pas të fortë rreth e përçark vetes, dikush ndërkohë ju ka duk vetja se është i fortë, i ka mbledh 5-6 veta tjerë, edhe i ka dalë karshi. Edhe një mbretënie e madhe është nda 2 pjesë. Më njën ky mbreti i ri, në në tjetër mbreti i vjetër. Edhe kështu janë bo shtetet, janë da perandorit, si kurse kemi parasysh në më dhonë historinë e kalume. Vjen Islami, thot jo kështu, s'ka. As mbreti nuk ka pushtet absolut, bile në zhvillimet e ndryshme perandorake dhe civilizuse, disa mbretër e kanë lidh veten me Zotin, dhe kanë thënë se na jena vullneti i Zotit në tokë. Sidomos në Azinë e largët, shumica e do thot shteteve dhe mbretërve të kalum, kanë thënë na jena përfaqësim i vullnetit dhe dëshirës së Zotit në tokë. Dhe ju do të na bindeni neve se na do thot jemi të zgjedhurit e Zotit. Derisa vjen Islami dhe ndërton raport tjetër, ku edhe qytetari ka obligime ndaj të parit vet, po ka edhe detyra i pari vet ndaj qytetarit. Edhe raporti mes një qytetarit dhe pushtetarit nuk ndërtohet mbi forcën dhe autoritetin që ka i pari, po mbi ligjin, nëpërmes të cilit ai ushtron pushtetin e tij, e gëzon autoritetin e tij, por normalisht i merr përsipër edhe detyrat edhe obligime që i ka ndaj qytetarëve. E kjo ndodh ndryshimi i parë në këtë raport. Edhe andaj, përderisa është një ofertë e re në qeverisje, në sundim, në pushtet mbajtje, atëre ofron edhe oferta të reja në për herë të parë që ndodh në zhvillimet historike, ku i jep qytetarit mundësi me pranuat pushtet ose me refuzu. Mirë po, tani kur flasim na për një sistem vlerash, edhe ato janë pjesa e përbashkët mes qytetarit dhe pushtetarit, atëherë secili musliman me vullnet dhe vetë dëshirë e insiston që me qenë pjesë e këtij sistemit politik dhe asgjat dorën ku e shpreh gatishmërinë e ndëgjimit dhe bindjes ndaj tij. Dhe në momentin që pushtetari musliman e merr këtë gatishmëri të bindjes dhe nënshtrimit, ai nuk e ndin veten të favorizuar. Nuk e ndin veten se ju ka shtu ati pushteti, por e ndin veten se ati ju ka shtu përgjegjësia dhe obligimi ndaj secilit qytetari i cili e ka shpreh gatishmërinë e nënshtrimit, e dëgjimit dhe bindjes ndaj tij. Andaj
Tani shifni rolin argumentit fetar, edukimit fetar për të kriju harmoni mes popullit dhe pushtetit. E para, insiston argumenti fetar që besimtari të ketë beslidhje me pushtetarin musliman, të ketë një marrëveshje, një kontratë. Dhe të rinë besnik se kontrate vazhdimisht derisa ky pushtetari musliman nuk e tradhton sistemin e vlerave e cila është mes teje dhe pushtetarit, Islami. Momenti që e tradhton Islamin, atëherë priqet kjo kontratë. Se kontrata e qytetarit me pushtetarin musliman është ndërtuar mbi parimin e fe Zotit. Dhe në momentin që ai e thën këtë parim, prishet kontrata. Mirë, po në anën tjetër insiston që qytetari musliman me ndet besnik deri në fund kësaj kontrate dhe mos më i shku menja për diçka të vogël dhe për ndonjë pakënaqësi momentale ai me prish këtë kontratë. Pse? Sepse Islami kur e ndërton këtë parim edhe këto raporte politike mes qytetarit dhe pushtetarit insiston me pas harmoni me asaj shoqërie, me pas homogenitet edhe kooperim mes tyre. Ku secili e kryen detyrën dhe obligimin e vet, dhe në këtë mirë kuptim, kooperim, bashkëpunim, homogenitet mes shoqërisë dhe pushtetit, vjen zhvillimi, përparimi dhe bereqeti. Pastaj insiston Islami me i thonë njerëzve të cilët jetojnë në atë kohë ku ka një pushtet islam. Edhe këta janë larg atij pushteti. Edhe gjendet disa musliman të cilët kanë dhënë beslidhje pushtetarit musliman, dhe ky tjetri i cili jeton në atë kohë ku ka pushtet musliman dhe jeton periferi, edhe nuk ka kësi lloj beslidhje me një pushtetar të vendit i tij, dhe jeton ai pa beslidhje, pa dhonë kësi lloj do të gatishmërie edhe kësi lloj raporti me ndërtu me një pushtetar musliman, wa man mata wa laysa ala unuqihi bay'a, ose fi unuqihi bay'a, mata mitatan jahiliye, kush vdes dhe në qafën e tij nuk ka kësi lloj beslidhje, vdes me vdekje të jahiliyetit. Që do të thotë në një situatë kur ka një pushtetar musliman dhe ka një shoqëri muslimane e cila e ka ndërtuar raportin e vet me këtë pushtetar në bazë të këtij parimi të beslidhjes dhe të rënë periferi dhe nuk përzihesh, ti vdes me vdekje të jahiliyetit. Vdes me një vdekje që si takon muslimanit. Pse se i kthehesh epokës para Islamit. Atëherë njerëzit kanë jetuar në kësi lloj kaosi, ku s'ka pas marrëveshje të qartë dhe konkrete mes qytetarit dhe pushtetarit. Ama tu pas një marrëveshje të tillë, e ti rën indiferent edhe nuk i ki gatishmëri me nënshtru një pushtetarit musliman, atëherë i kthehesh epokës para Islamit dhe kjo tregon se tek ti mungon ky sens. Edhe kjo vetdije e kësaj gatishmërie edhe kësaj bindje. Në prizmën e kësaj që tham, del në shesh o vllazni ajo që shpesh herë nuk flitet në vendet tona. Jo pse fshihet, po si vjen rreni. Se hallet e umetit islam në botë e neve muslimanëve këtu te na janë të atilla që na jemi hala në klasën e parë. Edhe si vjen rreni me fol për mësimet e klasës 8 ose klasës 9 në fillore, e mos flasim për shkollën e mesme, mos flasim për fakultet. Për shkak se brengat dhe hallet e umetit islam janë të klasave të para, edhe mësimet dhe ligjëratat në për xhamia tona kanë të bëjnë me mësimet e klasës së parë. Mirë po, kur të lexojmë në mësimet e Islamit, edhe librat e ulemave që kanë shkruajtur në shekujt e artë të Islamit, atëherë vime dhe ballafaqojmë me këto fakte dhe këto argumente.
që i bie shkurt me i thonë, çdo musliman duhet me pas gajle dhe breng dhe duhet me kontribu konkretisht që me jetu në situata ku qeveriset me rregullat e islamit, me fjalët e Allahut Dhul Xhelal dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ummeti islam në përgjithësi ka me qenë borxhli karshi Zotit Dhul Xhelal, ka me qenë me përgjithësi karshi Allahut Dhul Xhelal, derisa të vjen situata që të qeveriset ummeti islam me fjalët e Allahut Dhul Xhelal dhe me porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose asaj që quhet shariati në islam. E fatkeqësisht një pjesë e madhe e muslimanëve lindin dhe vdesin, edhe kanë lind dhe kanë vdek, tash e sa vite e dekada, bile ka kalu edhe shekull, ku nuk i shkon mendja se e ka detyrë dhe obligim me kontribu, me punu, me u vetëdisu, me insistu që jeta e tij mu udhëheq për parimeve të islamit, për ligjeve islame. Bile atë shumë bëhet lufta e egër, dhe për këtë temë kemi folur në këto mëngjeset sabat, atë shumë bëhet lufta e egër kundër shariatit islam, sa që shpesher nasi o gjallar edhe xhamat hezitojmë ta përmendim termin shariati islam nga frika e sulmeve që mund të na bëhen na ku do me na çu ti. Me na çu prapë mbeturin, dekadencë, me na kthy shekuj me radh mas. Ose shariati islam është ligj primitiv në thojza, i cili merret me shkurtimin e duarve apo ekzekutimin e njerëzve për disa vepra dhe gabime që bëjnë ata. Megjithëse kjo është normalisht pasqyrim jo i drejtë dhe jo i saktë, sepse shariati islam është një tërësi e ligjeve që s'është veç kodi penal aty pjesë e shariatit, po janë të gjitha pjesë e ligjeve që sot i kanë kushtetutat dhe sistemet gjyqësore në botë. Aty ka shumë gjëra edhe më të mëdha dhe më të mira, edhe më të dobishme se ato që ofron sistemi gjyqësorit kudo që ekziston sot në botë jashtë shariatit. E shariati islam është vlerë, edhe është krenari, dhe duhet me qenë synim dhe objektivi çdo muslimanit. Dhe se momenti që bën vetëm krahasim me shariatin islam dhe ligjeve tjera, veç barazim, e mos flasim mbi vlerësim të ligjeve tjera ndaj shariatit islam, del prej feje. Se më musliman. Dhe andaj ky hadith sot shumë kush një pineve ka fshirë me kuptu. Sepse Imam Nevevi rahimahullahu taala ka sjell këtë hadith në këtë libër kohën kur ka qenë sundimi i islamit i fuqishëm në botën islame edhe më gjerë. Edhe ka ardhur nëpërmes këtyre haditheve me kontribue si dietar që me e bind edhe me nxit popullin që ata me vazhdu me qenë të kujdesshëm edhe të vëmendshëm karshi kësaj kontrate, kësaj marrëveshjeje. E kemi përmendur në një prej dersave të kaluara kontratën sociale të Jean-Jacques Rousseau, i cili do thot para disa shekujve e ka përmend atë kontratë sociale mes shoqërisë, popullit dhe pushtetarëve, po është e marrën si ide për që këtij konceptit të bej'as, të beslidhjes që ka ofruar Islami shumë shekuj para tij. Edhe neve na vjen keq që pak musliman tonë lexojnë mbi shariatin dhe pak kemi literaturë ndoshta që flasin për epërsinë e ligjeve të shariatit karshi ligjeve tjera. Mirë po fatkeqësi më e madhe është se kjo është kur na e humbim besimin në epërsinë edhe vlerën e jashtëzakonshme që ka shariati islam dhe mendojmë ose në mënyrë të heshtur bëjmë bivlerësim të ligjeve aktuale karshi ligjeve të islamit.
Dhe na jemi të bindur, jo vetëm sot që flasim, po prej ditës që kemi fillu me njoftë Islamin e deri sot, dhe në gjitha leximet tona që e kemi bo, jemi të bindur vazhdimisht se s'ka krahasim mes shariatit islam dhe ligjeve tjera, e mos flasim barazim, e Zoti mos e boft me mendu se ligjet tjera janë më të mira se ligji i Islamit. Përkundrazi, siç ka qenë, do thot, në epërsi në fillim, ka vazhdu me qenë në epërsi shekuj me radhë, edhe sot që pengohet të zbatohet të rësisht në shumë shtetet botës muslimane, ngelet shariati islam në epërsi dhe në avantazh për shkak të kontributit jashtëzakonshëm që jep ky sistem i ligjeve në zhvillimin e një shoqërie dhe përparimin e saj. Zotën, ki kaos në botë, ku udhëhiqet bota me argumentin e fuqisë, ma i forti sundon. Ka ardhur këtë deregje për shkak të mungesës së zbatimit të shariatit islam. Dhe jo rastisht, të gjithë forcat me tendencë të shëndrimit në forca globale, nga shekulli 18 edhe shekulli 19, luftën kryesore kanë pas kundër shariatit islam. Edhe në momentin që ata kanë arrit me shkatru këtë sistem politik islam, që është quajtur pastaj khilafet, prej vitit 1924, kur zyrtarisht në botë ka përfundu ky sistem politik me dominu ose me udhëheq në vendet caktuara të botës, ata e ndin veten se janë në avantazh, edhe prej asaj dite e deri më sot, që ka kalu domethënë 100 vjetorshin, pi 1924 deri 2024, tash jemi 2026, domethënë mbi 100 vjet që ummeti islam jeton pa këtë koncept të politik islam, që quhet khilafet, i cili ndërtohet mbi shariatin islam, i ka dhënë mundësisht forcave të ndryshme botnore që ata me imponu hegemoninë e vet nëpërmes forcës ushtarake që kanë. Edhe sot tek kësaj dite, sikur se e shohim na, ke zhvillimet e reja, do të argumenti i vetëm që e kanë shtetet e ndryshme në botë që janë të fuqishme, e kanë argumentin e forcës. Ajo ndodh me bllokun perëndimor, edhe ajo ndodh me bllokun lindor. Gjitha këto shtetet e mëdha në botë që janë sot, kur vjen puna me imponue do të idenë e vet, vullnetin e vet, e përdor argumentin e vetëm që e kanë disponim, ajo është argumenti i forcës. Jo argumenti i ligjit, as argumenti i dobis, vetëm argumenti i forcës. Pse kjo ndodh? Për shkak të mungesës së dominimit ose përhapjes së këtij ligjit në mesin e muslimanëve. Në transmetimin e dytë që ka sjell Imam Nevawi rahimahullahu taala këtu thotë: "Wa man mata wa huwa mufarikun lil jamaa fa innahu yamutu mitatan jahiliya", kush vdes duke u largu nga ky komunitet, duke mos i pëlqy ky lloj sistemi politik, kjo kontratë politike mes tij dhe pushtetarit, atëherë ky vdes me vdekje të jahilietit. Domethënë, nuk vdes me vdekje e Islamit, kuptimin e këtij raportit politik që ndërton ky qytetar me këtë pushtet i cili dominon tek ai. Normalisht, ulemat kur e kanë analizuar këtë hadith në konstruksionin gjuhësor, e kanë kuptuar se ky hadith do të e nxit besimtarin më një anë dhe frikson anën tjetër nga pa përcaktimi politik i tij. Edhe për këtyre mësimeve pastaj na vime dhe e argumentojmë qëndrimin ton personal që kemi se muslimanët edhe në këto situata ku jetojmë larg shariatit islam, ku jetojmë në shtete që zhvillimin e vet politike kanë në bazë të ligjeve jashtë shariatit islam, aktiviteti politik i muslimanit është i domosdoshëm për ta ndryshuar gjendjen e tij. Se ashtu siç kanë thonë filozofët grek të vjetër, se njeriu është qenie politike,
Kjo vjen edhe vërtetohet edhe me ligjet islame. Këto hadithe që i përmendëm tash, edhe ato që i na përmend më herët, të gjitha këto tregojnë se çdo qytetar musliman duhet me pas edhe kontribut politik. Dhe se qëndrimi indiferent ndaj zhvillimeve shoqërore që udhëhiqen nga politika e bën atë të parëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë. Realisht ai vetvetiu e zhvendos veten nga mundësia e ndikimit dhe ndryshimit të zhvillimeve shoqërore në margjinat e shoqërisë dhe e bën pa ndikim në ato ndryshime. E kjo është njëra prej mangësive më të mëdha që ka një pjesë e madhe e umatit islam sot. Zhgënjimi i vet me zhvillimet politike e ka zhvendosur nga mundësia e ndikimit në margjinat e shoqërisë, për shkak se normalisht procesi i ndryshimit është i gjatë, edhe shpesh herë nuk jep rezultatet e dëshiruara në fillimet e atyre zhvillimeve politike, edhe mënyra më e lehtë për ta manifestuar zhgënjim është do të tërhiqja e tërësishme nga të gjitha aktivitetet shoqërore, edhe kalimi nga jeta publike, jeta shoqërore, në një jetë të asketizmit, edhe të qëndrimit indiferent ndaj të gjitha zhvillimeve. Çka i vjen kjo? Kjo i vjen, po flas tash me terma konkrete, me dal pi xhamis ku ka frekvencion lëvizje dhe aktivitet, gjallëri, me dal pi xhamie me shku në teqe. Se xhamia është e hapur për këtë besimtar, hyjnë e dalin, marrin mësime, japin mësime, ka një lloj gjallërie dhe një lloj marrëdhënieje, edhe me dal pi xhamisë se me shku në teqe, se aty është numri i kufizuar, edhe lëvizjet paksohen, edhe brengat me të cilat merren njerëzit është veç vetja e tij, asgjë më tepër se kjo. Andaj fenomeni i tasavufit, i tarikateve, i dervishizmit, ka ardhur rezultat i kësaj, ku njerëzit zhgënjejnë me ndryshime shoqërore dhe duke ndjerë veten të paaft për të kontribuar në këto ndryshime, e kanë skajsuar veten nga zhvillime shoqërore, kanë shkuar në periferi të jetës shoqërore, edhe janë mbyllur në përteqe, edhe kanë menduar se më u marr me veten e tij është mjaft, boll ai me shputu vet për të tjerë Zotën s'ka fuqi me ndryshu gjendjen e tyre, nëse ai shputon vet ka fitu edhe ka korr sukses. Andaj sot na kemi tentativë për me ofru tasavvuf dervishizëm modern bashkëkohor. Edhe në emën të Kur'anit, edhe në emën të Sunetit, edhe në emën të selefizmit, edhe në emën të ndryshëm, veç me arrit që muslimanët me i zhvendos nga epicendra e zhvillimeve dhe ndryshimeve në periferi. Edhe mëse na me qeveris, me konë qeveris për tjerëve. Mëse na me udheq, me konë të udheq për tjerëve. Edhe kjo është ndodhë dhe montash e 100 vjetë në mënyrë perfekte, edhe ka me vazhdu edhe shumë dekada derisa gjithë natë vetë disohemi, edhe ta marim guximin, ta kem diturin, ta kem përvojën, që na të ballafaqohemi me problemet aktuale të shoqërive tona dhe të japim kontribut konkret të mbështetur në shariatin islam për të zgjidhur ato probleme dhe për t'i ofruar popullit, njerëzve, shoqërive, civilizimeve, qytetime alternative në islamit. Ama kjo kërkon dije e para, kërkon besim të paluhatshëm, e dyta kërkon vullnet, e treta kërkon guxim, e katërta. E nëse na si individ dhe si shoqëri nuk i kemi këto komponente brenda vetes, normalisht edhe kontributi jonë, edhe guximi jonë për të folur për tema ka me qenë i vogël. Kohën që kishim disponim na përfundoi, na këtu do ndalemi që të vazhdojmë inshallah në dersë të ardhshme me sqarimet në lidhje me këto hadithe dhe këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun vazhdimisht në eblit të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këto mësime dhe porosi, lutim Allahun e Madhëshëm që të na bashkon me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetul Firdaus, wallahu ta'ala a'lam.
Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.